është e kërkuar dhe e përqyeshme durimin e kohën e sprovave dhe nxitimin e vepra të mira. Se vetëm kjo të mbron në moment të fitnes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Al-ibadatu fil harj ka hijratun ilayh." Adhurimi në kohën e fitneve dhe trazirave është sikur të më bëj hijrat te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që ulemat kanë thonë se zgjidhja më e mirë edhe ikja më e mirë prej fitneve është shtimi i adhurimit. Që na thotë që çe bën kundër të kur duhet fitna paksohet adhurimi. Se cilin me fitnën e vet. Kur ndodh fitnë ti duhesh me qenë në xhami më shpesh, në ders më shpesh, në dhikr më shpesh, në Kur'an më shpesh. Jo të largohesh nga xhami, se ka ndodhur një fitnë ty apo dikujt. Kur ndodh fitnë duhesh me shtu ibadetin, se kjo është mënyra më e mirë e zgjidhjes apo të kalimit të asaj krize dhe probleme dhe sfide që ka ndodhur.